Java kulturore suedeze u ndal në Gjirokastër me një aktivitet që u kushtohet muzeve. Rani Kasapi, drejtoreshe e ekspozitave në Muzeumet Kombëtare të Kulturave Botërore në Suedi, bëri një prezantim të këtyre muzeve ndërsa foli edhe për rolin e tyre në ditët e sotme. Sigurisht që konteksti I muzeve që unë menaxhoj në Stockholm, që janë 4 muze të ndryshëm të kulturave botërore të ndryshme, kanë një tjetër profil dhe ndërkohë që Gjirokastra me sa shikoj janë muze më të vegjël dhe më me përmbajtje të tjetër, por që do gjejnë këtë lidhjen midis dy shteteve tona. Në aktivitetin e titulluar Ruajtja e së kaluarës, formësimi I së ardhmes, ishte prezente edhe ambasadori suedez në Shqipëri, Niklas Strom. I'm very happy to be here. Jam shumë I lumtur që jam në Gjirokastër në kuadër të javës së kulturës suedeze. Është një javë e rëndësishme për Suedin. Bëjmë evente edhe jashtë Tiranës, siç është edhe ky. Sot flasim për muzet, rëndësinë e trashëgimisë kulturore dhe si ja përcjellim brezave të rinj. And we do one event. Edith Pula, si themeluese e një prej muzeve në Gjirokastër, I pari kushtuar polifonisë, tha se e rëndësishme është që të kuptojmë rëndësinë e muzeve jo vetëm si atraksion turistik, por edhe për ruajtjen e historisë e kulturës sonë kombëtare. Është një muze që I dedikohet polifonisë. Polifonia është e Gjirokastrës. Vizitorët kryesisht janë të huaj, pra ata kanë dëshirë të njihen me këtë vlerë. Po ndërkohë, qyteti në mos për këtë muze, për një muze tjetër, sa jemi ne sa të rëndësishme është muzeu për kulturë, për ruajtjen e kulturës, për prezervimin e historisë dhe se si vinë ato, si bëhet muzeu atraktiv në kohët digjitale. Organizimet në kuadër të javës së kulturës suedeze në Shqipëri vijojnë me një koncert të grupit të njohur Ace of Base në kryeqytet.